që Partia Demokratike mund gjente për t'i propozuar dhe për t'i quar si kandidat për avokat popullit. Fakti që nuk shkojnë në këtë target group alternativash, çfarë do të thotë? Që do të thotë që jemi në kushte një marrëveshje të bërë shumë kohë më parë dhe kjo që po bëhet sot është thjesht hajde të mbulojmë diellin me shosh. Dhe marrëveshja është bërë për zotin Shabani, se në të kundër Partia Socialiste nuk kishte pse të votonte Ende Shabani, aq më tepër që nuk kishim pse deputetët e Partisë Demokratike të jepnin firmat të zotit Shabani. Është marrëveshje e bërë kohë më parë, është marrëveshje e bërë ndërmjet Berishës dhe Ramas, si jo rrallë herë në historinë politike shqiptare, dhe kjo që po bëhet sot, kjo ndjesa që kërkojmë ndjes nëse kemi dhënë firmat gabimisht dhe Rama na gënjeu dhe kësaj radhe dhe na mori të vetmin institucion kushtetues që opozita për traditë drejton, në është thjesht të mbulosh diellin me shosh. Në këmbim të çfarë është bërë kjo lloj marrëveshje nëse është bërë? Nuk është në këmbim të ndonjë gjëje, jo domosdoshmërisht është në këmbim të ndonjë gjëje. Është thjesht një marrëveshje që është në varg të gjitha marrëveshjeve të tjera, se në këmbim të kujt do ta kuptojmë ndoshta edhe më vonë. Por fakti tregon. A lidhti edhe me një lloj koalicioni ndjesë të ndërpres të mundshëm që kishte koalicioni e parë që kishte Shabani me zotin Lapaj dhe ajo lufta e madhe, ajo telenovela e gjatë për karrigen e kuvendit, për parlamentin, për përfaqësinë e 64.000 votave në kuvend. Nuk e lidh dot me një arsye shumë të thjeshtë se zoti Shabani kishte dhënë dorëheqje nga kryetari i partisë. Që do të thotë nuk e gëzonte më funksionin politik. Nuk kishte më, në mungesë të qenit kryetar partie, nuk kishte ai që mund të ndikonte në ecurinë e partisë politike. Dhe në këtë pikë, me fjalë ishte qytetar, se gjithë qytetarët e tjerë të Republikës së Shqipërisë. Dhe pyetja që shtrohet është pse dha zoti Shabani dorëheqjen nga partia politike, duke ditur faremisht që do të kandidonte për avokatën e popullit. Dhe kjo është pjesa e marrëveshjes. Marrëveshja fillon shumë herët në kohë. Dhe me drejtë, zoti Berisha thotë që ne këtë marrëveshje kemi bërë kur doli kandidatura kandidatura e pavarur për Bashkinë e Tiranës. Do të thënë për një kandidaturë të pavarur, Partia Demokratike, që është një mbështetëse e kandidaturës pavarur, por nuk është e vetmja. Po, është gati që të bëjë dhe këtë lloj kompromisi për një institucion të një rëndësie të veçantë. Bën këtë kompromisin. Do me thënë, o kandidatura nuk është fare pavarur, ose pastaj Partia Demokratike bën ca marrëveshje që i ka gjitha në dëm të interesave të partisë politike dhe pastaj përrjedhoi edhe qytetarëve shqiptar. Për të rikthyer edhe një herë te çështja e foltorëve, meqense janë çështjet e aktualitetit. Mendon se zoti Saliani do t'i ndalojë foltorët kur shohim që kemi dhe thirrjen e kësaj proteste kombëtare në një kohë që ka vazhduar në rrugë paralele, ku edhe në përvjetojnë e Partisë Demokratike kishte një foltore pa praninë e zotit Ali Mehmeti në Gjirokastër. Pra në qetësinë e tij ai po i vazhdon. Modeste apo jo është gjë tjetër që ha diskutim. Nuk ka rëndësi modestia. Unë kuptoj padobishmërinë. Pse e padobishme? Cila është arsyeja për cilën Partia Demokratike do të bëjë dy foltore të ndara? Mos po e bën për të testuar veten, për takuar bazën, meqense pas zgjedhjeve nuk ka patur. Nuk është çështje ringritje, është çështje kredo politike personale. Sepse një person i cili ka për qëllim të ri apo të rigjallërojë bazën e Partisë Demokratike, shkon në të njëjtën foltore bashkë me Sali Berishën dhe ata që nuk i thret do Sali Berishën atë foltore, i thret ky tjetri. Dhe aty pastaj debatojnë për atë që është çështje e Partisë Demokratike. Mendon se mund të ketë ndodhur kjo me dyert të mbyllura? Bëhen dy foltore të ndryshme ku secili thotë çfarë mendon. Po ndërkohë nuk ka debat. Se ky që ndodh nuk është debat në distancë ky. Hajde diskutojmë nga televizori. Unë po të shkoj në Gjirokastër dhe po them 3 gjëra, kurse ti ndalon Elbasan dhe 3 gjëra tjera. Një debat i brendshëm bëhet në praninë të anëtarëve, që në mënyrë që anëtarët të kenë mundësi dhe ta shikojnë dhe të krahasojnë dy figura apo dy qëndrime politike të ndryshme, apo dy mendime të ndryshme në raport me atë që është gjendja e Partisë Demokratike. Ndërkohë që foltorët bën të ndara. Logjika ta do që një parti për të rivitalizuar krijon debat të brendshëm. Dhe debati i brendshëm bëhet në të njëjtën sallë, në të njëjtin vend, në të njëjtën kohë. A mund të ketë patur lëvizje dhe debate të brendshme jashtë kamerave me dyert të mbyllura? Që në momentin e rikthimit Salianit në Partinë Demokratike, po edhe nga eksponentë të tjerë me kontribut, por që nuk është se janë artikuluar në publik. Mendon se ka patur? Shpresoj që të ketë patur. Shpresoj që të ketë patur. Për të dëshirës tënde për ta parë vitale Partinë Demokratike, nduar realitetin. Për që pak më objektiv. Nuk e di nëse ka pasur, për fatin tim të mirë apo të keq kjo ngelet për të parë, kam vendosur të shkëputem nga e partia, kështu që nuk kam një informacion se ç'ndodh aty brenda. Me një rikthim në një moment të dytë? Jo. Apo jo? Absolutisht jo. Pyetje kisha interes. Jo, s'ka gjë për te pyetjes. Problemi nuk është nëse ka patur. Dhe nëse ka patur ishte gjëja më e mirë e mundshme që ka pasur. Problemi është që këto debate duhet dalin për te debateve private dhe debateve në dyert të mbyllura. Duhet të jenë debate publike. Nëse ka vërtet një shqetësim lidhur raport me gjendjen në cilën ndodhet Partia Demokratike, debati duhet të jetë publik,
sepse duke qenë publik, njerëzit kanë mundësinë të marrin pjesë, të mbajnë dhe qëndrime, të shprehin dhe mendime. Debatet në dyert të mbyllura nuk zhvillojnë, nuk çojnë përpara. Mund të krijojnë atmosfera të ndryshme në vendin kur bëhet debati, por tek publiku i gjerë, tek simpatizantë, tek anëtarët e partisë nuk përcjellin asnjë ndjesi. A më mirë të